apo përveç hidrocentraleve edhe ndërtimin e termocentraleve me shëmyrë. Pyetja ime është në këtë linjë, a mendoni se këto leje për ndërtimin e termocentralesh me shëmyrë shkojnë në drejtim të green energy, si për t'ju perifrazuar juve, dhe me energji së gjelbër që ju përmendet atje. Dhe një pyetje tjetër nga aktualiteti politik, nëse më lejoni, në 2 ditët e fundit ka pasur me sa duket një pranim të paktën a priori të një mundësie të dialogu mes mazhorancës dhe opozitës, por duket se nga opozita artikulohet si parakusht që mazhoranca të tërheqë akuzat që janë bërë opozitës sipas tyre me patë drejtë. A keni ndërmend ta bëni këtë gjë? Faleminderit. Dy çështje duhet po. Së pari, Shqipëria në metim është një të pesën e vendeve të zhvilluara. Sigurisht që qymyri rrit emetimin. Por unë do të garantoj se në rast se do të investohet në një termocentral qymyri, do të investohet në 440 hidrocentrale. Dhe se Shqipëria do të jetë vërtet superfuqi e prodhimit të energjisë rinovueshme në rajon dhe me gjërë. Nuk përmenda unë parqet eolike të cilat do të ngrihen. Nga hasi, si pas studimeve të bëra, shtrien në të gjithë teritorin Gjernëvat-Dejs dhe kapin vargmalet e Shqipërisë mesme të jugut përfundojnë në grykat e Tepelens. Pra, do të bëj një pyetje unë këtyre zotrive, të më gjej një vend që nuk ka dhe nuk ka ndërtuar termocentrale me qymyr. Çdo vend është i detyruar, cili do qoftë ai, të diversifikoj burimet e energjisë tij. Sot ne kemi tecin e Vlorës. Ata që bërtitën u ngutën. Pse? Spari në kulmin e funksionit është 2 herë në standardin europian të gazave. Së dyti, po rrini mbyllur. Dhe do rrini mbyllur. Për sa kohë ne të kemi energji tjetër, por ne nuk mund të rrim në mshirë të thatësirës. Kjo është një politikë. Dhe ne mund të kemi dhe një tec tjetër, sërish me gaz. Dhe ai do rrijë mbyllur. Por shteti është shtet. Nuk bëhet shteti Dordolec, që të presë qytetarëve të vetë nga 8 orë, 12 orë, 16 orë drita të thotë se me që s'kemi do rrim pa drita. Ky që koncepti ynë, koncepti drejt. Në mënyrën më të përsëritur u bëra të qartë zyrtarëve. 4 vjet më parë. Të parën kanë ujë shqiptarët, kanë bukën. Të dytën kanë ujë, të cilin e gjejnë si e gjejnë, edhe po të mos ja japin. Të tretin kanë energjinë, se gjejnë dot po s'ja vdham ne. Dhe nuk mund të mungoj. Nuk mund të mungoj. Dhe unë do bëj çdo gjë që vendit mos i mungoj. Në asnjë rrethant të mos gjindet. Kilovati i Vlorës, më thonë ata të Keshit, është 2 herë i gjysmë në shtresë sa ky që blejmë apo ky që prodhojmë me ujë. Por nuk ka, aty do jetë ai. U desh, çmimi më i lartë i energjisë është mungesa e tij. Ky është panimi mbi bazën e të cilit qeveria është e detyruar të marrë çdo masë qytetarëve të mos u mungojë energjia. Është qëndrimi. Pyetja e dytë, e hapur gjithnjë me ndaj opozicës, e ftoj, e garantoj që do pranoj të plotësoj çdo kërkesë legjitime të saj. Të lutem, edhe një herë, e garantoj se do pranoj, po shkoj më thellun,
se ajo që thotis, ajo. Tani, arti është ky që them unë. Ai që thoti është i nati. Po, ja pra, po më parashton ti. Unë jam këtu i zotuar për të pranuar çdo kërkesë legjitime, të ligjshme të opozicës, të ligjshme. Kjo është. Gentiana Kelmendi nga televizioni Ora News. Zoti kryeministër, fakti që shpërblimet e fund vitit për pensionistët nga 50.000 lekë janë bërë 25.000 lekë të vjetra, do të thotë kjo që është një sinjal krize ekonomike? Dhe pyetja e dytë, nëse më lejoni, emrat e ri të cilët janë zgjedhur në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, të cilët janë më shumë se gjysma e emrave, çfarë kanë ofruar të për Partinë Demokratike? Pyetja e parë. Çdo vit, siç e dini, ne kemi patur një rritje të ardhurave nga 16 në 24%. Rritje të pashembullt, ja u them unë ju. Kjo mund të ndodhë vetëm vendeve që u shpërthejnë puset e naftës ose të gazit në sasira të mëdha. Nuk ndodhë. Ne e kemi provuar këtë dhe kemi përjetuar këtë. Këtë vit, rritja të ardhura ka qenë më modeste. Ka qenë 7% apo 8%. Nuk ka diskutim që kjo ka qenë ndikim i krizës. Vetëm se një gjë do të theksoj. Po vi nga ky samit dhe po të më pyesish, po e lam veças problemin e Kosovës, se unë ja u thash ju, që u mora, a ishte çështje që unë e ngrija vetë dhe në çdo në ato takime e kisha pikën e parë në ato vende që s'kish njohur, por në gjitha takimet tjera, pyetja e parë që më drejtohej ishte si po i reziston ekonomia ju i krizës, cilat janë pasojat dhe shpreshin në superlativat më të mëdha për treguesit ekonomik. Ju e dini, po marr një gjë. Ne vërtet po bëjmë një përpjekje të madhe që ta mbyllim vitin me 3.9% deficitin. Por mund të them se shumica e vendeve ish komuniste apo vendeve të Europës e kanë dyfishuar deficitin buxhetor këtë vit. Ne po përpiqemi të qëndrojmë në pikë. Nuk është e thjeshtë, nuk them se ne e patëm kaq të lehtë të qëndrojmë dhe të mos rrisim. Në këtë kontekst, pra kur të ardhurat nuk u rriten për shkak të krizës me 16 apo 24%, por u rriten me 7%. Ishte absolutisht e domosdoshme dhe interesi më i mirë i të gjithë qytetarëve shqiptar që ne të shpërblenim me përmasat e mundshme, ashtu si thot populli që shtri kam sa çkej organin. Kjo faturë është $15 milion. Në qoftë se do shkonin me të plotën, shkonte $30 milion. Pra, por unë të garantoj që një pjesë e madhe e vendeve ish komuniste kanë zero shpërblim në fund të vitit, kurse tjerat kanë nga 10-12 euro. Sepse ato mundësi parashikojnë zero rritje rrogash, parashikojnë rritjen më të madhe të rrogave që kemi bërë ndonjëherë. Nuk kanë bërë asnjë rritje, kanë bërë ulje rrogash, siç mund ta dini dhe klikoni në internet i gjeni të gjitha. Kemi bërë, jo që kemi bërë rritjen më të madhe, por e kemi avancuar 2 muaj për shkak të zgjedhjeve në mënyrë që të mos mund opozita të akuzonte se po i mbajnë peng votat për të marrë rrogat në korrik. U detyruam t'i japim në maj. Nuk është pak ajo si faturë, se rroga e pensionit 2 muaj është shtesa e rrogave dhe pensioneve për 2 muaj, pra për 800.000 pensionistë dhe rrogtar. Kështu